është mjaft problematike kjo çështje, megjithatë prindi e ka një rol vendimtar, siç e ciko dhe parafolsi në edukimin e fëmijëve dhe kemi përgjegjësi, domethënë të edukojmë në mënyrë më të mirë të mundshme. Edhe mendoj që nga një herë ndoshta prej atyre ngarkesave të përditshme që i kemi, sepse jeta është mjaft dinamike, duke marrë parasysh që prindrit tash kohëve të fundit shumicave që janë të punësuar dytë edhe ndoshta nga një herë i lam anash të mirëme me fëmijë, gjë që është, mendoj që është mjaft gabim, që duhet prindit t'i kushtoj vëmendje mjaft rëndësishme, domethënë të mirët me fëmijë, të kalojmë kohë më shumë me fëmijë, edhe pse kohëve të fundit tash teknologjia ka bërë vetën edhe po e shohmi që ka ndikuar ndoshta një farë aspekti negativ, ndoshta se sa pozitiv, edhe pse teknologjia dim që i ka ato anë të veta pozitive. Megjithatë mendoj që prindi është faktor kryesor në edukimin e fëmijës. Edhe përkundër obligimeve që i kemi ne duhet të mirëmi me fëmijën më tepër. Mendoj që çësia duhet të jetë mjaft e butë në raport me fëmijën, sidomos në këtë moshë, kur e dim që ndodhen ndryshimet fizike, emocionale, sociale. Edhe është e rëndësishme që duhet ta ndëgjojmë fëmijët çfarë problematika është, domethënë, edhe të vim në nivelin e tij, domethënë të ndihet i hapur ai të diskutojë gjitha çështjet që ata i mundojnë, domethënë gjatë rrugtimit të tyre, edhe mendoj që ndoshta ju kisha bë thirrje të gjithë prindve që të ndihen të lirë të diskutojnë me fëmijët e tyre. Mos t'i mbojnë ato, ndoshta nga një herë bëhemi të rrepta dhe kërkojmë shumë më shumë se sa atyre ju takojnë, edhe ndoshta kjo i bën fëmijët që mos të shprehen lirë shumë me prind që i kanë. Edhe mendoj që duhet të bim nivel tyre, t'i dëgjojmë ata, mos të bëhemi vetëm kritik, mirë po është e rëndësishme që edhe ato përpjekjet e tyre t'i vlerësojmë, jo vetëm sukseset. Edhe mendoj që e krijojmë atë raportin e mirë dhe të shëndoshëm mes prindit edhe fëmijës. Dardan, po si mendon që mund të jenë këta faktorët e jashtëm tjerë që mundën me ndiku në sjelljen e një adoleshenti, marrjen e vendimeve të tyre, çka mundet me ndiku në aspektin pozitiv dhe në aspektin negativ? Pikërisht, do thotë bota shoqërore është mjaft komplekse dhe në këtë kompleksitet të dinamikave të jetës sonë ne hasemi, jemi qenie njerëzore fillimisht dhe kemi shumë interaksione qoftë me shkollën, me familjen, me rrethin shoqëror e kështu me radhë. Thanë edhe kolegët, adoleshenca periudha më e ndihshme, për cilën secili prej nesh ka një peshë përgjegjësisë, qoftë morale, qoftë shoqërore, qoftë të miqësisë. Faktorët të cilët ndikojnë më së shumti në shfaqjen e sjelljeve të dhunshme padyshim që janë faktorët individual. Në faktorët individual përfshihen qëndrimet, dijet, mendimet që ata krijojnë në raport me veten e tyre, sepse në atë periudhë adoleshentët fillojnë ta njohin vetveten, do thotë pritshmëritë e tyre, çka kërkojnë nga jeta, ta njohin rrethin miqësor, rrethin e gjerë familjar, shkollën e kështu me radhë. Në faktorët individual padyshim që hinë edhe përvojat e tyre personale, që në kupton se ata mund të jenë dëshmitar të dhunës, mund të jenë viktime dhunës, apo mund të jenë abuzues me substanca të ndryshme narkotike, me alkoolin e tjerë. Përpos faktorëve individual, sociologjia nje edhe faktorët familjar. Në faktorët familjar hynë rrethi familjar, do thotë familja pra siç e dim, dhe ashtu siç e do tradita, është qeliza themelore e shoqërisë, është përgjegjësia kryesore për mbarvajtjen e tërë procesit shoqëror, do thotë që nga shkolla, raportet me të tjerët.